Arbnor Spaiu, i arrestuar nga autoritetet serbe më 7 qershor të këtij viti, është liruar të njëjtën në mesditë nga burgu i Serbisë. Lajmin e bëri të ditur vetë Spaiu përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka deklaruar se ndaj tij ishte zhvilluar një proces i padrejtë dhe politik. Dje në mesditë jam liruar nga burgu i Serbisë, ku kam qenë i arrestuar padrejtësisht që nga 7 qershor i këtij viti për akuzat e rënda të cilat kanë qenë pjesë e një procesi plotësisht politik dhe të padrejtë. Dua t'ju njoftoj se jam mirë, me një forcë e kurrë dhe mirënjohës për çdo mbështetje gjatë kësaj periudhe të vështirë, thot ai. Spaiu ka veçuar me mirënjohje dhe mbështetjen financiare nga bashkëqytetarët, të cilën e ka cilësuar si shumë të vlefshme në këtë periudhë. Një falënderim të posaçëm ai ka dedikuar avokatit të tij, Gvozden Grur, për angazhimin dhe profesionalizmin. Avokati im kryesor ka qenë profesional, i palodhshëm dhe i përkushtuar në luftimin për drejtësi dhe mbrojtjen time në çdo hap, ka shkruar Spaiu, duke falendëruar edhe përkthyesin që ka qenë mbështetje e rëndësishme në këtë proces. Në fund, Spaiu është shprehur i prekur nga reagimi i qytetarëve pas lirimit të tij nga burgu serb. Gëzimin që po shoh në sytë e njerëzve, dashurinë dhe lumturinë për lirimin tim nuk mund ta përshkruaj me fjalë, ka përfunduar ai duke uruar Zoti ju bekoft të gjithëve. Jeta Spaiu, bashkëshortja Arbnor Spaiut, ka reaguar me një postim emocionues pas lirimit nga burgu të ish pjesëtarit të njësisë speciale operative të Kosovës, i cili mbahej në qeli nga autoritetet serbe prej verës së 2025-s. Përmes një reagimi, Jeta i uroi mirëseardhje bashkëshortit të saj, të cilin e përgëzoi për durimin, derisa shkroi se periudha e gjatë e vuajtjeve dhe pasigurisë kishte qenë e rëndë për të dy, por gjithashtu ajo shprehu besimin e fortë që e vërteta do të triumfonte. Ajo e përshkroi këtë moment si një pikë these, ku fundi i dhimbjes është gjithashtu një fillim i një jete më të lumtur për ta si familje. Bashkëshorti im u lirua më në fund, pas kaq shumë dhimbjesh, pas kaq shumë netëve pa gjumë, pas gjithë asaj barre që e mbajtej vetëm atje brenda. Sot më në fund je në shtëpi, nuk u dorëzove asnjëherë sepse e dije që e vërteta jon do të fitonte. Mirë se erdhe, dashuria ime e jetës, ke përjetuar shumë, ke hequr më shumë se çdo kush mund ta imagjinoj, por ja ku jemi sot, bashk, më të fortë se kurrë. Fundi i dhimbjes është fillimi i lumturisë son, ka shkruar Jeta Spaiu në reagimin e saj në Facebook. Ish efektivi i policisë së Kosovës, pjesë e njësisë speciale, Arbnor Spaiu është liruar nga burgu në Serbi. Spaiu ishte arrestuar më 7 qershor në pikën kufitare midis Serbisë dhe Hungarisë, teksa po udhëtonte me autobus së bashku me familjen e tij, duke u kthyer nga Austria. Akuzat e ngritura ndaj Spaiut kishin të bënin me rastin e Banjskës në shtator 2023. Mirëpo ai e kishte përfunduar aso kohë shërbimin në policinë e Kosovës. Spaiu ishte larguar nga policia në vitin 2022 duke dhënë dorëheqje. Lajmin për lirimin e tij e kanë konfirmuar familjarët. Ai ka mbërritur në Kosovë pak para orës 23 të së premtes.